الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Falenderojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe madhërojmë atë, e njërkohësisht e lutim që të na ruaj dhe të na mbroj nga veset dhe gjunahet tona. Atë që Allahu dhëzon në rrugë të drejta, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij. Dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë, me merit përveç Allahut. Pra të gjitha adhurimet i përkasin vetëm atij. Dhe ai është i meriton ato, i vetmi që i meriton ato, sepse është krijuesi i vetëm, sunduesi i vetëm, i adhuruar i vetëm me merit. Ai nuk ka birë dhe nuk ka as bashorte, nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe nuk ka ortak. Pushtetin e tij nuk e ndan me askënd. Edhe për të veçantave të tij nuk ja jep askujt prej krijesave, por është i veçuar në të gjithë këtë. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i Allahut, pra njeri si të tërë njerëzit e tjerë, nuk meriton që të adhurohet, por që t'i bindemi dhe ta pasojmë atë. Ai nuk ishte hynor, por njeri si të tërë njerëzit e tjerë. Dhe ajo që e veçojnë nga njerëzit e tjerë është se Allahu i lartësuar i ngarkoi misionin më të vështirë për sjelljen e mesazheve, lajmeve nga Zoti mbar njerëzimit. E lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, lavdërimet, mirësitë, faljet e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Me mirësinë e Allahut Azza wa Jall, muslimanët janë duke përjetuar një adhurim të madh. Janë duke ndjerë ëmbëlsinë e bindjes ndaj Zotit të tyre. Me anë të agjërimit e të tjerave adhurime, ato i afrohen Allahut të lartësuar, faljes, mëshirës dhe shpërblimeve të mrekullueshme të tij. E në të njëjtën kohë largohen dhe mbrohen akoma dhe më shumë nga zemërimi dhe dënimi i tij. Edhe kjo veçanti është në muajin e Ramazanit, dhe jo edhe në periudhat e tjera të vitit. Disa ditë kaluan nga ky muaj, por kanë mbetur mjaftueshëm për të bërë akoma edhe më shumë. Apo që ditët që kaluan nga Ramazani, nëse ishin të zakonshme, pra thjesht vetëm një agjërim dhe jo largime edhe nga gjunahet, pra një agjërim vetëm me stomakun, por jo edhe një agjërim me shqisat dhe gjymtyrët nga haramet, atëherë mundësia për të ndryshuar të gjendje është akoma. Dhe muslimani i mençur, ai i cili e do seriozisht hyrjen në xhenet, ai i cili e do seriozisht afrimin tek Allahu, shpërblimet e tij, mendon dhe preokupohet se si dita e ardhshme apo prezente e agjërimit të jetë më mirë se sa ajo që kaloi.
Prandaj lind pyetja se çfarë punësh të mira mund të bëjë agjëruesi në këto ditë të Ramazanit. E para padyshim është agjërimi. Agjërimi ditëve të Ramazanit, shtyllë nga shtyllat e Islamit, urdhër nga Allahu Azza wa Jall. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili agjeron Ramazanin me besim dhe me shpresë në shpërblimin e Allahut, i falen gjunat e mëparshme. Një tjetër vepër e mirë është falja e namazeve farz. Është falja e namazeve farz. Një shtyllë e Islamit më e rëndësishme edhe se vetë agjërimi i Ramazanit. Shtylla e dytë e Islamit pas dëshmisë së tauhidit është falja e namazeve. Ndërsa agjërimi i Ramazanit është shtylla e katërt e Islamit. Edhe renditja e shtyllave është sipas rëndësisë së tyre. Dhe kur profeti sallallahu alaihi wasallam dërgoi Muadhin në Yemen që t'i ftonte ata në Islam, e porositi dhe mësoi se si t'i ftoi, duke thënë se gjëja e parë në të cilën do t'i ftosh të jetë adhurimi i Allahut, pa ortak, pa i shoqëruar askënd, me tauhid. Nëse pranojnë, tregoju atyre se Allahu ka bërë obligim për ta 5 namaze në ditë. Ai i cili ka mangësi në faljen e namazeve është koha që të ndryshojë. Sepse ai armik i cili e pengon gjatë gjithë vitit nga falja e namazeve tani është lidhur. Dhe mundësia për t'u kthyer Allahut me një ndryshim të mirë të madh është e hapur, është më e lehtë. Në hadith qudsi Allahu Azza wa Jall thotë se gjëja me të cilën më afrohet më shumë robi im është ajo që ja kam bërë atij obligim. Dhe namazi obligimi më i madh pas dëshmisë së tauhidit. Mos e mangëso agjërimin e shpërblimit tënd duke lënë namazet pa falur. Por këtë agjërim, këtë sakrificë që bën, këtë përkushtim që po tregon ndaj Zotit të madhëruar, shoqëroje dhe pasuroje edhe me bindje absolute ndaj Tij, dhe prej saj është falja e namazeve. Dhe ajo nuk është e vështirë, nuk është e rëndë, nuk është e pamundur. Ai i cili nuk do mund të gjejë lloj-lloj justifikimesh, por thellë gjithë secili në veten e tij e di, e ndjen dhe e kupton se po është e mundur. Falja e namazeve vullnetare, një tjetër vepër e mirë, të cilën Allahu i lartësuar e do, edhe të afron tek ai. Dhe në vazhdim të hadithit të përmendur më parë, Allahu i lartësuar tha: "Dhe vazhdon të më afrohet robi akoma edhe më shumë, edhe me vepra vullnetare, me namaze vullnetare, nafile, dhe me të arrin dashurinë e madhe të Allahut." Dhe prej fryteve të saj është se Allahu i lartësuar tërë qenjen tënde i jep asaj sukses e nënshtron atë në bindje ndaj Tij, shqisat e tua, gjymtyrët e tua, zemrën tënde. Dhe prej fryteve të saj është se kur ti i kërkon i tilli, i kërkon diçka Allahut, Allahu ja jep. Edhe kur i kërkon mbrojtje Allahut, Allahu e mbron. E ku ka dhuratë më të bukur se kjo në këtë botë? Që të kesh një afërsi të tillë me Allahun, një lidhje të tillë me Allahun, sa që kur ti lutesh, Allahu i përgjigjet lutjes tënde. Kur ti i kërkon mbrojtje, Allahu të mbron dhe të del garant. Sado i madh, sado i fuqishëm mund të duket ai kundërshtar apo armik në sytë e tu.
por nuk është asgjë përpara fuqisë së Allahut të lartësuar, mbrojtjes dhe strehimit që të jep ai. Prandaj pasuroje agjërimin tënd edhe me vepra nafile vullnetare, namaze nafile, falu gjatë ditës në oraret që lejohet falja e tyre. Fale namazin e teravive në çdo natë të Ramazanit, një tjetër vepër e mirë që nuk duhet ta neglizhosh, sepse ti tani je në një xhade ku po garon për të bërë sa më shumë punë të mira, ku po je në disa ditë ku po përpiqesh të mbledhësh sa më shumë punë të mira për t'i parë frytet e tyre në dynja dhe në ahiret. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl. Ai i cili falet me imamin derisa ai të kthehet, kuptimi të kthehet, pra mbasi jep selamin dhe kthehet para xhamatit, pra qëndron deri në këtë moment dhe më pas mund të largohet, i shkruhet atij si namaz natë. E nëse nuk e mundësi që atë natë apo disa net t'i falësh teravit në xhami, për këtë apo atë arsye, mund t'i falësh vetëm pas një problem edhe në shtëpi, apo në një tjetër vend. Mos e lërë namazin e teravive, mos e lërë namazin e natës në të muaj të begat. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili falet në muajin e Ramazanit me besim dhe me shpresë, pra në shpërblimin e Allahut, i falen gjunahet e mëparshme. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ndër veprat e tjera të mira që duhet i bësh gjatë këtij muaji në mënyrë të veçantë është edhe sadakaja, të shfaqësh bujari me njerëzit në nevojë, për cilët nga Ibn Abbas radiallahu ta'ala nuse thot, profeti sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më bujar, pra nuk ishte më bujar se ai, në mënyrë të padiskutueshme. Dhe bujaria e tij bëhej akoma dhe më e madhe në Ramazan, kur takonte Xhibrilin dhe lexonte midis tyre Kur'anin. Profeti sallallahu alaihi wasallam më bujari, askush nuk t'i afroi bujarisë së tij, dhe ky është një virtyt i madh. Dhe kjo bujari kaq e madhe, pa krahasueshme me ndonjë bujari të dikujt tjetër, bëj akoma dhe më e madhe në Ramazan. Prandaj agjëruesi që kërkon të agjërojë sa më mirë, t'i afrohet agjërimit të profetit sallallahu alaihi wasallam, ta di se ndër veprat e mira që duhet bëjnë në këtë muaj është edhe sadakaja. Dhe sadakaja nuk është e veçantë vetëm për ata që janë mirë ekonomikisht, por gjithë secili mund të japi sadaka në varësi të gjendjes së tij, dikush më pak e dikush më shumë. Një tjetër vepër e mirë që mund të bësh në këtë muaj është edhe dhikri i Allahut. Pra gjatë orëve të agjërimit, por edhe netëve të Ramazanit, e përkujton Allahun e lartësuar me sa më shumë dhikr të ligjësuar, siç janë shprehjet subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah e të tjera. Dietarët kanë thënë se adhurimi më i mirë është ai në të cilin ka më shumë dhikr.
Thënë ndryshe, pra agjërimi më i mirë është ai në të cilin ka më shumë dhikr. Je i lirë për një moment, qofsh ulur në këmbë apo shtrirë, bëj dhikr. Një adhurim i lehtë që mund ta kryesh në çdo kohë, në çdo gjendje, në çdo vend, por që shpërblimet e tij janë të paimagjinueshme. Duaja në muajin e Ramazanit, një tjetër adhurim i rëndësishëm. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar dhe ka thënë se 3 dua nuk refuzohen, dhe njëra ndër to ishte as-saim hatta yuftir, agjëruesi derisa të mbyll agjërimin e tij. Pra gjatë kohës që je me agjërim, bëj dua. Kërkoj Allahut çështjet e tua, që kanë të bëjnë me dynjan, por edhe me ahiretin mbi të gjitha. Lutju Allahut sa më shumë. Sa më shumë ti kërkosh Allahut, sa më shpesh ti kërkosh Allahut, aq më i dashur bësh tek ai. Afroju atij me këtë lloj adhurimi. Ai na kërkoi që ti lutemi dhe na premtoi pranimin e lutjeve. E një tjetër vepër e mirë që mund ta bësh në këtë muaj është edhe leximi i Kur'anit në mënyrë të shpeshtë. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaji Ramazanit në të cilin zbriti Kur'ani. Lexoje Kur'anin, fjalën e Allahut të lartësuar. Nuk ka fjalë më të saktë, më të drejtë, më të ëmbël, më të dobishme për zemrën tënde, për shëndetin tënd, për shpirtin tënd, për dynjan dhe ahiretin tënd, se sa leximi i fjalës së Allahut. Lexo duke u përpjekur të përfitosh nga kuptimet e tij, të meditosh në të. E një tjetër vepër e mirë është bërja e umrës në Ramazan. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajja. Një umre në Ramazan është si një haxh. Një umre në Ramazan është si një haxh. Ai që ka mundësi shëndetësore, ekonomike, të mos e privoj veten e tij nga ky shpërblim i madh, të mos tregohet koprac me ato mirësi që i ka dhënë Allahu, por t'i përdor dhe t'i shfrytëzoj për të fituar sa më shumë shpërblime. E lutim Allahun e lartësuar që ta pranojë agjërimin ton dhe veprat tona të mira, na japi neve sukses, që t'i afrohemi atij në këtë muaj sa më shumë, të agjërojmë në atë mënyrë që ai është i kënaqur. E lutim Allahun e madhëruar të jetë ky agjërim ndërmjetësues për ne në ditën e Kiametit, dhe të jemi për atyre të cilët do të hyjnë nga xheneti i Allahut nëpërmjet portës së agjëruesve, e cila quhet Rayyan. E lutim Allahun e madhëruar t'i falë dhe t'i mëshirojë të gjithë muslimanët, të gjallët dhe të vdekurit prej tyre. T'i furnizojë të varfrit prej nesh, t'i shërojë të sëmurit prej nesh, t'i ndihmojë të dobtit dhe të shtypurit nga ne. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa aqimus salat, dhe të thirret i kameti.